Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, të dashur, të nderuar dhe shumë të respektuar vëllezër, mota shqiptar kudo që ndodheni. Ju përshëndes me përshëndetjen e Xhennetul Firdausit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë përjetësisht mbi ju. Ajo që më vrau veshin e zemrës, ajo që më goditi në shpirt për keq, ishte një deklarat e një njeriu të infiltruar nga shumë qarqe të ndyrat huaja anti-islame, të infiltruar për të ardhur në mediat shqiptare dhe për të na shitur Gjosma Patriotin, një personi që më vjen turp ta them, Laert Vasili, i cili u kamuflua sikur jam patriot, madje pa të bërë edhe një deklarat më thojza, mbroj, domethënë si foli mirë, në thojza mirë për muslimane, duke thënë që ai që fal 5 vaktet është njeri që kontribon për atë dheun, jo kur disa ekstremista, po ai që fal 5 vaktet është shumë i mirë. Ai e bëri për të marrë fonde nga shqiptarët biznesmen të Kosovës, për të Gjosma për të rikonstruktuar kishat ortodokse në Kosovë. E bani për të shpërla trunin, madje ja arritën me disa biznesmen, ai bashkë me këtë Nikola Gjukfën e Piranjave, që të marrin disa fonde, të marrin ca para, ja arriti të dominojnë media duke në ushitur si patriot. Deklarata e tij kishte thënë se unë nuk jam ignorant ta ndjek Big Brotherin. Deklarata e tij ishte se kur në debate sipër, me sa mora unë informacion, kishte thënë se kur thuhet Allahu Ekber, priten kokat. O kriminal! Kokat e kuj priten kur thuhet Allahu Ekber, që do thot Allahu është më i madhi? Çfarë koka shpriten? O anti-shqiptar? Kokat e kuj po u preshin, si mas teje? Kur 5 vakte nga mëngjesi nga sabau deri në yatsi, 5 vakte, 5 herë ndi thirrjet e ezani këndohet Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sa koka po u preshin? A kupton çfarë deklarate bën o kriminal? O anti-njerëzor. Ka arrit lufta anti-islame përmes këtij personi, përmes edhe një prifti tjetër që na shitet si analist, i cili është ky curri, dhe deklaron të thojza konfliktin e interesit me Janullatosin, për të u kamuflu, për të bërë sikur karizmatik, dhe për të ushqyer urrëtitjen, dhe për ta luftuar islamin në format nga më indirekte, ose nga njëra direkt. Kështu që kthej mbrapsht ato fjalë Laert Vasili, sepse ne muslimanët e kuptojmë si je i infiltruar, e kuptojmë si je i mirë paguar, prandaj je aty që të rrish në qendër të vëmendjes, dhe duke kthyer gjithë syt nga ti të hedhësh helm zemrave të shqiptarëve, duke u ofenduar fenë islame. Prandaj më vjen turp
që ka në Shqipëri dhe më vjen shumë keq, që ka në fokusin e kamerave njerëz kriminal anti-shqiptar si ty.